Policia hedh gaz lotësjellës për shpërndar protestuesit. Deputetët dhe ministrat dalin nga parlamenti. Situata para parlamentit sot është tensionuar pasi policia hodhi gaz lotësjellës, ujë dhe sprajt për shpërndar protestuesit. Qëllimi me sa duket ka qenë të zbrapsesin protestuesit që deputetët dhe ministrat të dalin nga parlamenti. Ndërhyrja erdhi pasi një grup protestuesish u afruan pranë kordonit policisë duke shkaktuar përplasje dhe shtyre me efektive të rendit. Pas përdorimit të sprajtit irritues dhe gazit lotësjellës, një pjesë e protestuesve u tërhoqën përkohësisht. Në këto momente makinat e deputetëve dhe ministrave kanë dalë nga parlamenti. Dhuna e policisë ditën e sotme para parlamentit dhe arrestimet e panumërta kanë irrituar qytetarët e shumtë, të cilët denoncuan agresionin e uniformave blu dhe dëmet fizike që kanë shkaktuar. Një prej tyre akuzoi uniformat blu se po I dhunojnë pamëshirë dhe se prej sot do të përballeshin me zemërimin e popullit. Ai apeloi për të gjithë qytetarët që të bashkoheshin në protestë për të larguar këtë regjim dhe qeverinë. Ne u japim ujë policëve, japim lule të rëndafile, ata sillen kështu, na dhunojnë pamëshirë. Tani do përballen me popullin, prej sot do përballen me ne me popullin. Kanë hedhur gaz pamëshirë. Këta sot kanë vepruar kundër popullit, nga sot popullin do ta kenë kundër. Kemi një muaj me ujë e me lule, ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të jenë bashkuar të ai mes të tjerash, ndërsa një tjetër protestues bëri thirrje për bashkim të qytetarëve për të rrëzuar regjimin. Largojmë sultanin, I referohet të Ramës, popullit votoj lirë dhe të bëhet në Kosovë me qetësi pas një problem, siç bëhet në Kosovë, tha ai. Një qytetar ka bërë thirrje që shqiptarët të bashkohen, ndërsa theksoi se prej gati një muaji kanë zhvilluar një protestë paqësore, por sot policët todhen gaz pamëshirë. Situata para kuvendit është përshkallëzuar me përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit. Nga disa pamje shihen efektivet e policisë që kanë ndërhyrë për të larguar disa protestues, ndërsa disa prej tyre janë shoqëruar me forcë. Në video shihen persona që të rriqen zvarr, ndërsa disa pretendojnë se janë dënuar. Më herët gjatë policia përdori sprajt irritues dhe gaz lotësjellës për shpërndar turmën.